Sulmuesi i Hoffenheimit Fisnik Aslani ka reaguar ndaj thashëthemeve që e lidhin atë me Barcelonën, Bayernin e Muniut dhe Borussian e Dortmundit. 23 vjeçari kosovar është shfaqur si një nga sulmuesit më premtues në Evropë me formën e tij të shkëlqyer në Bundesliga, teksa është lidhur me shumë klube të mëdha evropiane. Për lidhjet me këto klube është prononcuar vetë Aslani, i cili ka thënë se do të shohim se çfarë do të ndodhë në fund. Sigurisht dëgjoj dhe lexoj gjëra të tilla, është një nder dhe ndihem krenar për këtë, por jam i përqendruar te Hoffenheimi, ka thënë fillimisht Aslani. Në ndeshjet, javët dhe muajt e ardhshëm, kjo është ajo që është më e rëndësishme për mua. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në fund. Çdo gjë në kohën e vet, përfundoi reprezentuesi i Kosovës. Hoffenheimi ka të ngjarë të përfitojë nga ai verën e ardhshme duke vendosur një çmim prej rreth 30 milionë eurosh. Barcelona e ka zgjedhur Aslanin si një pasardhës të mundshëm afatgjatë të Robert Lewandowskit. Drejtori i Bayern Muniut Christoph Freund ka konfirmuar interesimin e gigantit gjerman për yllin kosovar Fisnik Aslani. Si Bayerni ashtu dhe Borussia Dortmundit e kanë bërë prioritet afrimin e qendërsulmuesit në verë, kur mund t'i aktivizohet klauzola e lirimit në vlerën e 30 milionë eurove. Tani vetë Freund në një intervistë për Sky ka shprehur pëlqimin për Aslanin, ku konfirmoi se po e përcjellin nga afër situatën e lojtarit. Lojtari i mirë që shënon shumë gola, një lojtar i zgjuar i cili është përmirësuar mirë, ka pasur disa huazime që e bën të ketë një progres shumë të mirë. Mendoj se është lojtar interesant, i mirë, shumë kanë folur për të, janë disa lojtarë që po përmirësohen shumë. Por siç kam thënë, jam shumë i lumtur me ata që kemi dhe si jemi në skuadër, deklaroi ai. Negociatat mes dy palëve kanë nisur, por ende asgjë nuk është e vendosur. E vetmja gjë e kryer është që Aslani do të largohet nga Hoffenheimi në verë për një skuadër që garon në Champions League.